Mirë mbrëma, faleminderit, jam mirë, ju si jeni. Shenja e binjakëve. Kjo është java e fundit që Mërkuri është në retrograd, do të filloj lëvizjen të drejtë ditën e shtunë, është vonë, prandaj dhe gjithë javës sot vazhdojmë që të jemi me Mërkurin në lëvizjen tim mbrapsht. Por, për fat të mirë, duke qenë se Mërkuri ka disa mbështetje gjatë periudhe, si këndi pozitiv që është me Jupiterin edhe pse i largët, na mbron vërtet shumë. Edhe ajo e shpërqendrimit të themi që kemi në këto momente, fal këtij këndi pozitiv, e ndihem shumë më të zbutur. Pika ku do të këshilloj që të jemi më të vëmendshëm është të reagimet tona. Duke qenë se jemi të lodhur dhe shumë të shpërndar, mund të reagojmë në mënyrë të gabuar në vende të gabuara. Kjo nuk do të thënë që jemi impulsiv, do të thënë thjesht nuk e kuptojmë mirë situatën. Mund ta keq kuptojmë atë çfarë kërkohet nga ne dhe të bëjmë disa gabime trashanike, po e themi në këtë mënyrë. Është një javë shumë vendimtare për ju, sepse në qoftë se nuk bëni këto gabime, kemi aftësinë që të përzjedhim dhe të mbajmë jetën tonë gjëra që janë të domosdoshme, që do t'ju nevojiten dhe më vonë për të rritur. Kjo rritje në përgjithësi do të jetë në karrierë dhe për të kryer një farë autoriteti në të gjitha pozicionet ku ndodheni, qoftë kjo në karrierë, qoftë brenda familjeve, po dhe shoqërisë tuaj, vini më tepër në sy, prandaj dhe çdo gjë do t'ju këshillosh ta bëni me më tepër qetësi. Në qoftë se është e nevojshme të pyesni disa herë për të qenë të sigurt që e keni kuptuar mirë atë çfarë kërkohet nga ju. Fakt kësaj kemi një rritje vërtet konstante tashmë në të ardhurat materiale. Është një nga javët ku keni një vlerësim vërtet shumë të lartë. Edhe aty ku ju nuk e vlerësoni vete, mund të vlerësoni nga e prodhët tuaj. Mjafton që mos bëni gabime për që sa përmenda. Dhe të jemi pak më të qetë. Një nga mënyrat që do të këshilloj që të mos bini më tepër në gabime është që të jeni pak më tepër në kontroll të trupit tuaj. Kjo është shumë herë më e thjeshtë në këto momente, duke qenë se Mërkuri do të jetë në takim me Marsin, domethënë që aktiviteti fizik është vërtet shumë herë më i mundshëm dhe shumë herë më i thjeshtë për ju. Kjo na bën që të jemi më tepër në kontroll edhe të trupit edhe të anës tonë psikologjike, sepse kemi fokusin shumë më të zgjeruar në këtë mënyrë. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit fizik, duke qenë se në këto momente kemi ndryshimin e stinëve, pavarësisht se Urani është në kënde pozitive me diellin, gjithsesi do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm, sidomos për persona të cilët kanë sëmundje kronike, sepse mund të kemi vërtet acarimin e fytit dhe gjatë kësaj jave do të duhet që të komunikoni shumë hapur për gjërat që juve ju duhen, dhe siç e thash, mund të duhet që të pyesni disa herë për të qenë të sigurt, prandaj do të këshilloj që të jemi shumë të vëmendshëm në lidhje me shëndetin fizik. Ndër ditët më pozitive për ju do të jetë dita e diel, është një ditë vërtet shumë pozitive. Do të këshilloj me gjumë që ta përdoren, duke qenë se do të kemi disa kënde pozitive të hënës edhe me Mërkurin, dhe kjo do të thënë që komunikimi është vërtet shumë efikas, mjafton që të jemi të përqendruar. Faleminderit. Kafshim.